Nuk është e thjeshtë, imagjino presionin që kanë ata. Po sigurisht. Dhe ata A është Altin Dumani? Vdekatar janë të A është Altin Dumani Giovanni Falcone? Erla, ti ke jetuar në Itali dhe e një e mirë. Me Giovanni Falcone deri aty nuk shkoj. Nuk shkoj. Po jo, Giovanni Falcone shqiptar tani, nuk po themi Giovanni Falcone italian. Dal nga ky brumi jon shqiptar. Giovanni Falcone shqiptar. Jo, megjithatë po bën historinë. Po bën historinë. Në qoftë se do ishe akoma zëdhënëse Sali Berishës, a do ta këshilloj atë që të mos e quante organizatë terroriste, organizatë kriminale dhe Altin Dumani krye terrorist? Do i thoshte, doktor, këtu e gabim, për mua nuk do t'i thosh kështu. Unë po, mbase këtë do t'i kisha sugjeruar që ta kishte më të moderuar tonin ndaj. S'kam gabuar në përcaktimin tim që ti ke qenë mbetes zëdhënëse. Jo, po e tillë si natyrë jam unë, unë nuk jam për këto. Pavarësisht se dhe Berisha e përdor politikisht dhe sigurisht që jo, zoti Berisha e ka thënë dhe kështu që unë nuk jam prift. Pa diskutim, po. Ela, kalojmë te ky kampi tjetër që e ke më shumë për zëmër për ta trajtuar, jo për zëmër në kuptimin se ti Partia Socialiste. Te Partia Socialiste. Për zëmër jo. Jo, për ta trajtuar pra. Si ka qeverisur Partia Socialiste në 12 vjet? Si ka mundësi që mbas 12 vjetësh kërkon dhe një mandat tjetër, se unë ndonjëherë e them edhe me humor, edhe drejtor komunale 12 vjet si ka qeverisur Rama. Tani nëse do përdorja një metaforë që përdor Rama, ka qenë kopshtari i një kopshti me shumë pemë të kalbura, edhe me dardha dhe mollë të kalbura. Mbrapa shpinës ato? Landi. Mbrapa shpinës? Thot ai, mbrapa shpinës, po që veti ka mbjell në një farë mënyrë. Dëgjoj, Edi Rama, Partia Socialiste ka patur një fat të madh gjatë këtyre 12 viteve që nuk ka patur kujt t'i japi shumë llogari. Nuk ka patur një presion shumë të madh nga ana qytetarëve që t'i kërkojnë llogari për të gjitha premtimet e pambajtura apo mos qeverisja në një sekond. Nuk ka pasur ndonjë rrym të madhe as nga opozita që t'i kërkojnë llogari ashtu siç duhet, se 3 vite u morën me veten e tyre ata. Nuk ka patur as nga ana jon, as nga media. Nuk ka patur ndonjë presion shumë të madh dhe të fortë. Kështu që në këtë kuptim, Rama më shumë se sa ka qeverisur mirë, ka triumfuar politikisht. Partia Socialiste është një parti solide në numra. Mbas edhe një parti ideologjike, po këtë s'di të ta them tamam se sa ideologjike është sot që flasim me dikur, po solide në numra. Dhe Rama ka ditur të luajë taktikisht mirë me këto numra, më shumë se sa ka qeverisur mirë. Të paktën unë kështu e shoh. Jo, okay, po dhe ka ditur dhe ka kuptuar si duhet, me që ti përmende aftësinë, ka kuptuar si duhet se si janë shqiptarët edhe si duan të qeverisen shqiptarët. Dhe ashtu i ka qeverisur. I beson asaj që Edi Rama bleu opozitën? Që e bleu opozitën e besoj deri diku. Po pse s'u shitet ti Erla? Edhe ti në opozitë ke qenë. Po pra, prandaj them i besoj deri diku. Nuk është vetëm çështje blerje, është dhe çështje pa aftësie, është dhe çështje interesi. Po them pa aftësie se me qenë ashtu ti mund të kishe katapultuar të bëhesh ti socialiste, se s'ishe në dhe unë jam shumë me drejt për të qenë e suksesshme. Po pra, prandaj po them që pse u blen, sepse akuza më e rëndë që bëhet nga Partia Demokratike është që Rama kryetarin thon ata, nuk blen gjithë opozitën, po blen kryetarin, që ishte Lulzim Basha. Po s'kishe nevojë, po bleve kryetarin Erla. Çfarë do të mbaroj punën Erla? Do si thon në perëndim, të varfrit bëjnë gazeta, të pasurit bëjnë kryeredaktorin, thoshin. Dakor, po dhe kjo aftësi është, çështja është si të mos shitesh. Si të mos shitesh pa për të bler ka gjithmonë ofentues ti treg. A thoshin kështu në Itali? Të varfrit bëjnë gazeta, të pasurit bëjnë kryeredaktorin, kaq edhe kjo punë. Po prandaj po them. Okej. Ne do kthehemi sërish te kjo analiza ditore, po unë kam përgatitur disa foto që kam shumë mezi po pres që ti komentojmë me Erla Mhillin. Jo, unë do doja fotot, është shumë më shpejt kjo, kisha fotot e familjes njerë, ju lutem, nëse është e mundur regjia, pse bëm një kapërzim, se jo, kjo është shumë e bukur, po ka një renditje kohore tjetër dhe pasaj vim te Okej, ja sa të bëhet gati, pak kemi... Ja, Erla. Akidi, këtu ka qenë dita kur lindi Bind. Djali jemi dytë dhe jemi në maternitet. Dhe kjo është Akidi i bukur, i cili duket i lumtur, po ishte pak xheloz atë muajt e parë. Po. Do të them për gjithë ata që nuk e din, Erla ka dy djem, ka 2 yje. Se duke qenë se nuk i postoj shumë tani dhe gjithë mendojnë që unë kam vetëm një djalë, pra vetëm Akidin e postoja më shpesh, kurse Bind jo, para e postoj më tani.
Erla, Çështje supersticioni. si ja bën, kjo është një pyetje kështu që se e thot një shoku me humor, mama tona bën nga 5 deri 10 fëmijë, këta thot kur ka 2 fëmijë u bubu si ja bëjnë, po në fakt është normale të themi që si ja bën se angazhimi yt duhet të thënë. Po, më merr tërë ditën, më merr. Emisioni më merr tërë ditën. Si ja bën me E vështirë është, të them të drejtën, që të gjej një ekuilibër maksimal që ti kushtoj kohë edhe fëmijëve, edhe emisionit, edhe qefeve të mia, se edhe un kam qefet e mia, kam shoqërinë time. Kam një gruaj që më ndihmon dhe që më vjen në ato orët e pasdites vonë ku unë largohem, edhe qëndron derisa unë kthehem në shtëpi, se unë kthehem vonë. Ka filluar djali madh të shikojë ndonjëherë në emision? Ja, shumë. Si tha njëri që, ama, që nga e famshme ti? Ne, që nga e famshme, po si idola në TikTok, më duket. Po? Në TikTok o në YouTube. A i zine gjë deri në atë moment? Ja, dinte, sigurisht. Dhe që tha ama? Më tha i vogli në fakt. Më tha, ma, që nga e famshme, you're famous, se tani i flasin edhe anglisht, shumë micën e kohës. Që nga e famshme, tha se më dole në TikTok. Ata janë shumë të vegjël, Erla, po ti ke dëshirë që ata të ndjekin atë profesionin tënd edhe të... Jo, fare. Fare? Të bëjnë jo, që të duan. Që duan? Ja. Po jo, kjo nuk e përjashton. Jo, nuk e përjashton, do ta ndjekin vetë, po deri tani jo, nuk më duket që kështu i ke kështu si ndonjë prirje. Si prirje kështu për qenë aktor Hollywoodi, ke dy kinga, dy. Të dy. Të dy të mirë. I ngjajnë edhe mamit edhe babit. Po, foto tjetër. Po shumë mamit Landi, mos i bëj qefin babit. Mirë, se do vëmë vetë babit, Po, foto tjetër?